disiplinat të tjera, pasi kemi konsoliduar më së miri volejbollin dhe basketbollin për femër dhe meshkuj në faktikisht të gjitha moshat e arsimit parauniversitar, do të punojmë për të krijuar hapësira për talentet për disiplinat e tjera. Disiplinat të sportit individual, nga sportet e mundjes apo të peshngritjes tek shahu, dhe duke kaluar edhe përmes gjimnastikës, për të cilën do të hapim një kapitull të ri besoj së shpejti, fal bashkëpunimit me një star shqiptar, një djalë i ri, jashtëzakonisht pasionant, emigrant në Republikën Çeke, i cili së bashku me një grup ku ka edhe shqiptar të tjerë në dijenin time, zotron klubin më prestigjos të gjimnastikës në Republikën Çeke, klubin SKH, i cili është themeluar në vitin 1894, ka një kompleks sportiv fantastik në qendër të Pragës, me palestrat e gjimnastikës, dhe pikërisht sot mbas këtij komunikimi ne do të kemi një diskutim më të thelluar në Zoom për të sjellë këtë palestër prestigjioze dhe të mirënjohur në të gjithë ish Europën lindore, ku edhe janë prodhuar gjimnast kampion dhe gjimnaste kampione të niveleve më të larta olimpike botërore, në Tiranë, fillimisht në Tiranë, dhe për ta përdorur këtë palestër si një fidanishte të kultivimit të talenteve në fushën e gjimnastikës, ku kemi shumë për të bërë, por edhe si një destinacion për të shtrirë sportin në shkollë edhe në një disiplinë të bukur, sfiduese, por shumë ndihmëse për shëndetin edhe për psikologjinë e fëmijëve, siç është gjimnastika. Po ashtu, me Bashkinë e Tiranës do të çojmë përpara një projekt transformimi të kompleksit sportiv tek Parku Olimpik. Ka një masterplan zhvillimi, ku faktikisht kemi sot Federatën Shqiptare të Futbollit, kemi fushat e bukura të ndërtuara nga Federata Shqiptare e Futbollit për ekipin tonë kombëtar, kemi qendrën sportive të lojrave me dorë, sallën Feti Borova, dhe aty ku kemi aktualisht kompleksin e pishinave, do të kemi një shtrihje të mëtejshme të planit me rikualifikimin e vetë pishinave dhe me elementë të tjerë ndihmës për ushtrimin e disiplinave sportive. Po ashtu, në së shpejti do të nis puna për 2 komplekse të mëdha Dua të luaj në Fier dhe në Vlorë. I përmend këto të dyja sepse janë ndër më të mëdhat që kemi bërë deri